që ndalonte vetëm për dashuri. Në një qytet të vogël, në një dyqan antikash të mbuluar me pluhur, ndodhej një orë dorën e art. Ajo nuk kishte punuar për vite me radhë. Pronarët thoshin se ora ishte e prishur, por në të vërtetë ajo kishte një sekret. Ajo ndalonte vetëm kur dikush ndjente dashuri të vërtetë. Një ditë, një djalë i quajtur Elio hyri në dyqan për të gjetur një dhuratë për një vajzë që i pëlqente. Sa po mori orën në dorë, ajo ndaloi. Pronarja e vjetër e dyqanit e pa dhe buzëqeshi. Duket se ajo zgjodhi ty. Elio nuk e kuptoi menjëherë, por ja dhuroi vajzës, Alesia, dhe i tregoi se kishte ndalur pikërisht kur mendoi për të. Alesia e mbajti orën çdo ditë. Dhe her pas here, kur Elio e prekte dorën e saj, ose kur ajo ndjente diçka të fortë për të akrepat ndalonin. Jo për të prishur kohën, por për të ruajtur atë, si kujtim i një momenti ku dashuria ishte e pastër, e thjeshtë dhe reale. Thonë se ora ende ndalon ndonjëherë edhe sot.